Miqtë të Bardhazis, dhe jemi në rubrikën më interesante në akuz, aty ku e vërteta thuhet troç nga njerëz që nuk e kanë mbyllur gojën kurrë, dhe nga kjo studio që është gjithmonë për mbrojtje të qytetarëve, apo jo? Po, para se të kalojmë te akuzatori i mrekullueshëm që do vi pas pak, dua të bëj një akuzë. Dhe të them, klinika Kate është një klinikat më të mira në Shqipëri për të gjitha ndërhyrjet që keni dëshirë, për të zbukuruar vetëm për ta bërë në mënyrë fantastike, sepse doktor Skerdi nuk bën shaka me këto gjëra. Pra nuk është thjesht që hajde të bësh çfarë duash, por do bësh atë që mund të bësh. Pra, klinika Kate. Së dyti, kemi një lajm fantastik. Unionet Western Union. Banga jo. Po, ka 30 vjetor. Institucion financiar. Po, ka 30 vjetorin. Në 1995 deri tani 30 vjet me radhë kanë ndjekur nga pranë jetën e shqiptarëve duke i bashkuar shqiptarët në të katër anët e botës. Dhe tani ka hyrë me të gjitha sistemet e reja digjitale me gati 100 shërbime që mjafton të vini aplikacionin. Ka që gëzuar sa tani e ke mësuar këtë? Po, jam i gëzuar sepse Unionet Western Union i falenderon të gjithë bashkëpunëtorët, të gjithë klientët, të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, natyrisht dhe ne si emision Bardhazi falenderojmë që kemi qenë bashkë në këtë rrugtim. Kemi dhe të fundit. Sepse Unionet Western Union kurdo dhe kurdo pranë jush. Po, më ka pëlqyer gjithmonë, më ka pëlqyer se e afron dhe me emisionin ton. Po. Sot nuk kishim kafe nam-nam. Kishim eliksir. Po, kishim eliksir. Eliksirët janë pije të mrekullueshme, pa pislëqe, po me lëngje të mrekullueshme. Unë ju këshilloj që sa herë që nuk ju pijet kafe nam-nam, zvendçoheni me eliksir të Posonjitës kompani. Kështu që mos ekuilibrin, ekuilibrin e gjendjes të mirë gjithmonë. Dhe tani ftojmë Migen Qiraxhion. Migen i dashur, ajde. Migeni është mik i dashur i studios Bardhazi. Ai ka qenë një protest para disa ditësh, nuk e di çfarë ka që proteston. Cila është akuza juaj? Do dalim me fjalën e fundit parë, no? Po. Ska direkt kemi... Ne u gjendëm para Ministrisë Vdekjes, të cilën kështu e kemi emërtuar mbas një seri problematikash që qytetarët tasin në spitalet e vendit, edhe Ministria e Shëndetësisë nuk meriton të quhet e shëndetësisë, sepse duket vetëm shëndetësia e ka ngelur vetëm në emër. Për qytetarët ajo përkthehet e vdekjes, edhe akuza që sigurisht unë do doja të lëshoja këtu, është që shteti jonë i ka braktisur të sëmurët dhe atë që shëndetësia duhet ishte një e mirë publike, në fakt e ka kthyer një treg privat dhimbjesh. Edhe kur flasim për dhimbje, është dhimbje për gjetur një shtrat, dhimbje për gjetur spitalin, dhimbje për të mbritur te mjeku, dhimbje për të pasur ilaçi në kohë, dhimbje funde krye të cilat në fakt qytetarëve shqiptar nuk ja garanton ligji i garanton standardet maksimale, por në fakt politik bërësit e vendit tonë dhe vendimarrësit dukshëm ja refuzojnë këtë standard të merituar qytetarëve. Tani, unë për hir të vërtetës nga që e kam zyrën e punës ku punoj, e kam aty afër, e pash dhe më trishtuan shumë ato tullumbacet e zi. Dhe asnjëherë në një tubim ishin shumë signifikativ. Kjo fjongo juaj që është gjys portokall dhe zezë, në të vërtetë mendoni se edhe kjo protest që kishte njerëz, nuk është se ishin pak njerëz, mendoni se do të marrin atë përgjigjen e duhur për të zgjidhur probleme, se nuk kemi folur pak edhe këtu në këtë studio. A është mjeti dur protesta? Revoltën e ngre në formën e një akuze. Ne kemi pasur mundësi që të protestojmë edhe vitin e kaluar kur skandali onkologjiku të shpërfaq, dhe ne kuptuam që disa mjek aty vendosnin se kush do jetonte më gjatë apo kush do jetonte më shkurt, duke i refuzuar shpërndarjen e ilaçeve në mënyrë korrekte. E kishte fajin mjekët apo i kishte fajin shërbimi? Absolutisht po, po shërbimin e japin mjekët, kështu që sigurisht ne duhet vëmë gishtin në dorë. Shiko, këtu diskutuar edhe pak më parë sistemi. Migen, bjem dakord. Mjekët nuk është se i sjellin në shtëpi ato. Shkojnë punë për të kryer funksionin e tyre? Shiko, ky është një sistem ku përrisht së vërtetës është i kolapsuar në mënyrë enorme. Pra, nuk di ku ta vesh gishtin, sepse që nga hallkat administrative, deri ato të cilat janë të mjekëve, të cilët duhet ta bëjnë shërbimin e tyre si duhet, nuk funksionojnë dhe këtë duhet ta themi. Sami Frashëri thonë më së pari duhet dim shkallën e paditurisë tonë, dhe ne më së pari duhet të dim shkallën e problemit të cilën e kemi. Përqendruar vetëm tek të smurët me kancer, nuk ka probleme të tjera, pse jeni përqendruar vetëm aty? Dhe pse
kjo akuza juaj kumton vetëm tek ta? Është interesant, edhe ju keni vënë një fjongo tek maja e ekranit, një fjongo... Po, ABC-ja e ka gjatë gjithë muajt tetor këtë fjongo edhe ky është muaj në të cilën në fakt shfrytëzohet për të ndërgjegjësuar gratë dhe vajzat që të diagnostikohen ose të kontrollohen për kancerin e gjirit. Dhe në realitetin ku ndodhemi ne, spitali onkologjik ku le të themi shërohen persona ose marrin mjekim persona të cilat janë diagnostikuar me kancer, nuk ka pajisjen e mamografisë të funksionale. Që do të thotë, edhe nëse ti arrin të diagnostifikohesh në mënyra të tjera, e ketë pamundur nga mënyra se si qeveriset, ose nga mënyra se si administrohet onkologjiku në vendin tonë, për të marrë shërbim. Nuk ka fare mamografi onkologjiku, po thua, po nuk ka fare as Nën Tereza, se nëse nuk ka onkologjiku, mund shkojnë ke Nën Tereza. Absolutisht që po, por shiko, tani, këtu shpesher tenderat korruptiv janë më të shpejt sa ambulancat në vendin tonë. Edhe në këtë kuptim, ti mund të gjesh edhe jashtë vendit. Pra, më parë të bie lotaria amerikane se të vjen ilaçi në vendin tonë, apo të shtrohesh në Turqi se sa të vi konsultimi, apo të shkosh të marrësh një konsult në Itali se sa të strapacohesh dhe të orvatesh në vendin tonë. Problemi është si ne mund të ndërtojmë një, le të themi, sistem të drejtë i cili jep shërbimi qytetarëve për një kontratë të lidhur që në momentin që del në kushte pune, ne të gjithë, që në momentin që mbarojmë universitetin, paguajmë shtetit sigurim shëndetësor. Që në momentin që do kemi nevojë, shteti do duhet ta zbatoj kontratën që ne kemi lidhur gjithsecili. Në këtë kuptim, edhe sipas statistikave tregohet që 60% të kostove për të mjekuar e përballon shqiptari nga xhepi, ndërkohë që duhet ishte zero. Statistika tonë 60% e paguan qytetarin nga xhepi i tyre. Në këtë kuptim, ne jo vetëm varfërohemi dhe sot gjithkush që ka fatin e keq të diagnostifikohet me një sëmundje të rënd, më parë mendon që do lejë të mjeruar familjen e tij, më parë mendon ku do gjej kredin, ku do gjej si do shes shtëpinë. Po shteti mirë nga gjithë protestat që ju keni bërë, për gjatë gjithë kësaj kohe, si ka reaguar shteti? Domethënë, është shumë interesant. Sepse unë ta bëra që në fillim këtë pyetje. Kjo është e bukur. Nëse qytetarët do duan standardet, duhet bëjnë zhurmë. Dhe ky është një aksion që ne kemi fituar nga, le të themi, eksperjenca në rrugë. Në onkologjik, një vit më parë, kur ne patëm mundësi që të reagoni me 4 protesta rishtazi, situata aty u bë shumë më e mirë se sa para protestës. Që do të thotë, kishte zgjati pak muaj. Po pra. Zgjati pak muaj, sepse ne kemi humbur komoditetin të qëndrojmë në shtëpi. Në demokraci, fatkeqësisht gjithë qytetarët duhet marrin kryqin e tyre mbi shpatull dhe të bëjnë aksionin e tyre për të rritur standardet dhe për t'i marrë. Nuk vjen në këtë vend, fatkeqësisht nuk vjen asnjë gjë pa zhurmë. Në këtë kuptim, sa herë ne kemi dalë në një protestë, jo vetëm për shëndetësinë, po edhe në protesta tjera, sigurisht nuk kemi marrë atë që do donim dhe maksimalen, po absolutisht që për qytetarët është përkthyer në më shumë shërbime në çdo rast ku ne kemi protestuar dhe përgjithsisht është kjo. Çfarë ndodhi edhe me thënien e kryeministrit për koncesionin e onkologjikut, a u realizua ai apo është akoma? Shiko, përgjithësisht së vërtetës ka një seri koncesionesh që në hapësirën spitalore ose shëndetësore në vendin tonë janë ndërmarrë. Sepse u duk sikur vetë kryeministri hyri bashkë me ministren e asaj kohe, Albana Koçiu, në hyrën që ta zgjidhin këtë. Disa mjek shkuan përpara përgjegjësisë, nuk dia janë kthyer apo jo, si ndodhi historia atyre mjekëve të onkologjikut, ta keni një informacion çfarë ndodh sot me ta. Dhe u duk sikur kryeministri hyri me idenë që ta zgjidhë këtë situatë tek onkologjiku. Shikoj, edhe ministria e re që sapo është ulur në zyrë, ka premtuar që do zgjidhë çështjen e onkologjiku dhe një nga, le të themi, daljet e saj të para ishte që kriza në onkologjiku ose situata problematike me mungesën e ilaçeve në onkologjiku do të zgjidhej. Ne jemi disa javë mbas dhe nuk duket që ka një veprimtari. Është një premtim që ministri ju ka dhënë ju apo në një komunikim? Në një komunikim publik me mjekët e spitalit edhe për qytetarët sigurisht sepse takimi kanë qenë publik. Kështu që në këtë kuptim ne kemi një seri. Është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të thënë që ka një raport të kontrollit të lartë të shtetit, shpeshherë aktivistët dalin dhe akuzojnë. Pra në këtë rast mund të isha pak legjitim nëse do flisja për një akuzë me statistika të mia, ndërkohë që kontrolli i lartë i shtetit na ka zbuluar që këto spitale mbajnë barna të skaduara. Brënda spitaleve të tyra janë gjetur barna të skaduara. Ndërkohë që një në 5, le të themi,
5 qytetarë luftojnë për një shtrat, nëse do duhet të mjekohen. Po, okej. Statistikat nga më të laktarshme kur bëhet fjalë për humbjen e jetës. Ajo është kamera juaj, përsërit edhe një herë akuzën dhe ne këtu japim fund kësaj akuze sepse ti e shpjegove më së miri dhe ke bërë aq shumë bashkë me kolegët të tu që unë dua t'i falenderoj sepse lëvizja juaj është një lëvizje për vëmendje. Absolutisht po. Sigurisht që ne akuzojmë një shtet i cili në fakt ka braktisur qytetarin e vet, e ka braktisur të sëmurin e vet dhe ka zhndëruar një sistem i cili duhet të ishte një e mirë publike në një treg të lirë dhimbjesh nga ku qytetarët sistematikisht përjetojnë vuajtje. E vetmja mënyrë për të fituar standarde në këtë vend dhe me mjete demokratike është që qytetarët e saj të bëjnë zhurmë, që më pas të zhndërojnë agjendën e politikës së përditshme në agjendën e politikës së tyre dhe jo të disa individëve të cilët mundohen të përfitojnë në mënyrë personale. Po, Migjen, të falenderojmë shumë për të... Falenderoj shumë Mirgenin dhe të gjitha Kam një gjë për të thënë dhe besoj që dua ta them me forcë. Mos thoni që jeta është e poshtër. Jeta është e bukur, po janë njerëzit e ndyrë që e bëjnë pisjetën. Kjo është ajo që ndodh. Migjen, të falenderojmë gjithë njerëzit që... Unë me Mirgenin do të largohem, sepse Erioni do të mbylli bardhëzin e sot me monologun e tij që duhet jetë nga më të zgjedhurit kam përshtypjen. Unë shpresoj që herë tjetër të vi për të bardha, megjithëse këtë radhë kam ardhur për të zeza. Po, edhe ne shpresojmë.